Më shifë që këtë më krahaso pak listin e Shkodrës. Për Partinë Socialiste në krye të listës është neomalësorja njohim ne, quhet Mariana Koçeku, dhe është një vajzë e re e cila ka ardhur nga emigrimi që ishte për studime në shkenca politike dhe në një shtëpi të varfër të prindërve dhe në Koman kanë ngritur një agroturizëm shumë të lezetshëm edhe shumë të njohur të vlerësuar. Kështu që kryeministri e ka spikatur dhe përbënte për mua blerjen ose po themi përzgjedhjen. Po tjetër kush është? Risi. Është nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës, është një Stërkaj nga familja Stërkaj, është një njeri preferuar i Paulinë Stërkajt prapë nga Malësia e Madhe, është një listë lokaliste që i mungojnë elementet po themi. Tani përballë kjo lista ka kush ka Shkodra në PD se ani s'po besoj. Luciano Boçin ka që nuk është shkodran. Kjo nuk është shkodran. Sa lidhje ka? Vota fare. Jo, ka lidhje turi. Po shef politik dhe për shkak të shpërndarjes do duhet të kandidoj atje. Greta Bardeli rikandidon. Nuk kandidon? Rikandidon. Është deputete. Është aktualisht, po. Ramadan Lika dhe Titi Hoti. Një potencial vota është në zonën e vet. Jo vetëm sistemi, që nuk është sistem majoritar ku flet për individ, por edhe filozofia mbi cilën po organizojnë në mënyrë posaçme këto zgjedhje duhet të na largojë absolutisht nga individët cilët do të konkurrojnë, por do të na fut në skemën e filozofisë mbi cilën këto dy parti po futen në zgjedhje. Deri tani diskutuam që kemi një parti që futet në zgjedhje me një panel të besuarsh dhe një parti e cila po futet me një frym rinovimi kapilar. Për ta materializuar ju kapën Shkodrën. Shkodrën është nën kryetari i Bashkisë, Onit Beleri. Kush e njeh nga ju? Google i vetëm. Nuk e njeh asnjëri. Sepse ky është një individ i cili është nën kryetari i Bashkisë sot. Për arsye pune e kam njohur dhe jam habitur me integritetin e atij personi. Tonë që ai do ketë aftësinë të bëjë diskurs kundër Edi Ramës kur të mos jetë. Kuptojmë një herë. Në nivelin e duhur të qeverisjes? Tani këto i ka vënë këto të Shkodrës i ka vënë Beneti apo i ka vënë Rama dhe Beneti? Të dy bashkë i kanë vendosur. Po a janë ata për të provuar politik? Prandaj duhet të arsyetoj këtë se debati është rinj të vjetër. Kjo është debati që diskutojmë. Jo, debati është të jem në këtë argumentin. Pra me fjalë, ne jemi mësuar, pra ne jemi ata që po nxitim domosdoshmërinë e prezencës të vjetërve, sepse do na bëjnë çuditëra, nuk ta kanë bërë ndonjë çuditë vjetrit. Kundrazi kanë bërë. Kundrazi. Atëre kur të rinjt po katapultojnë në politikë themi çan këta të panjohur. Ja po ju jap një rast, ishte ky rast. Unë thash më, unë thash të jap një rast tjetër. E Dona Bilali kështu po puan 2021 iku në shtëpi pa prokuroracion. Do votoj një person i cili është i ri, është gjithë energji, është punëtor, është komunikues. Pra ky i riu jap që ka një vlerë në Shkodër. Kështu ka folur Rama edhe për Dona Bilalin. Të lutem. 4 vjet nuk provoi asgjë. Duhet kuptojmë të gjithë të rinjt që ne nuk i njohin, por që janë shumë aktiv Njeh Shkodra, kjo garanci, në vendin ku i ka zgjedh ky përfaqësim. Ajo që ne duhet theksojmë tashmë është pikërisht ajo gjë e re që është revolucionare në politikën shqiptare, po jo për herë të parë. Për herë të parë ka ndodhur me Kopin. Me Kopin, Berisha bëri një lëvizje të mençur të kohës, ta them të mençur, futi në mënyrë të dhunshme brenda këtyre konjunkturave konservatore të Partisë Demokratike një grup intelektualësh. Me që ka një gjë që ata u imponuan në media, u imponuan kudo. Kurse këta si njëri. Ne këta ne si njohim. Pritet që 3 muaj do të imponojnë.